Astrid Sinana, i dënuar me 22 vite burg dhe që mban mbi kurriz 4 vepra penale të rënda, është arrestuar dje në Tiranë. Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, e cila e ka dënuar 49 vjeçarin me 22 vite burgim, nga të cilat i kanë mbetur për të vuajtur vetëm 13 vite burgim për veprat penale vrasje me dashje, kryer në mënyrë shumë të rrezikshme për jetën e shumë personave, mbetur në tentativë, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit, shkatrimi pronës me eksploziv, largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit. Kujtojmë se më 24 prill të vitit 2023, gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm la në fuqi vendimin e gjykatës së Elbasanit, që e shpalli fajtor dhe dënoi me burg 49 vjeçarin, që tentoi të vriste më 6 maj 2017 biznesmenin Fuad Verziviolin, duke i vendosur 1 kilogram tritol C4, që fatmirësisht nuk shpërtheu. Po si ndodhen dy atentatet e dështuara në Elbasan që përgatiti Sinanaj, planet për të vrarë biznesmenin Fuad Verzivoli. Në datën 6 maj të vitit 2017, Astrid Sinanaj vendosi 1 kilogram tritol të llojit C4 poshtë makinës së biznesmenit Fuad Verzivoli. Lënda plasëse u konstatua nga një person në zonë, i cili telefonoi kushëririn e tij që punon në polici. Sipas dosjes së prokurorisë, oficeri i policisë gjyqësore pranë shërbimit të kontrollit të brendshëm në Elbasan, i quajtur Sajmir Dika, ka pohuar se ka qenë i pranishëm në momentin kur ka shkuar policia dhe ka rrethuar zonën. Në dëshmi ai ka treguar se është njoftuar nga i afërmi i kolegut të tij. Kamerat e sigurisë të bizneseve përreth tregonin se një person që vendos sasinë e tritolit dhe më pas largohet me një automjet tip Fiat, sipas targës së mjetit, u thirr për të marrë në pyetje Thanas Thoma, i cili rezultoi të ishte pronari. Gjatë dëshmisë ai deklaroi se në atë datë ka kaluar me makinë në qendër të Elbasanit, ku aty ishte takuar me një të njohurin e tij Astrid Sinanaj, të njohur nëpërmjet një shokut të tij të quajtur Martin Arapi. U ulëm në barin e kazinos ku punoi së bashku me Astridin, pim një kafe dhe më pas ika në shtëpi, mësohet të këtë thënë ai. Për këtë ngjarje është marrë pyetje edhe Astrid Sinanaj, i cili ka pohuar se nuk kishte njohje me biznesmenin Fuad Verzivoli dhe se rastësisht ishte në vendin e ngjarjes. Por Sinanaj nuk u dorëzua. Ditë më vonë ai organizoi një tjetër atentat. Këtë herë vendosi një sasi tritoli në derën e lokalit të biznesmenit Fuad Verzivoli me emrin Club Havana në Elbasan. Edhe këtë herë shënjestra nuk u prek, por Sinanaj nuk i shpëtoi prangave. Ai u arrestua bashkë me bashkëpunëtorin e tij Thanas Thoma. Dy të pandeurit, Sinanaj dhe Thoma, në momentin e arrestimit kanë kuptuar se në qelinë e tyre ndodhej një pajisje përgjimi. Ka qenë Sinanaj ai që i ka bërë me shenjë shokut të tij Thoma që të mos fliste, pasi po i përgjonin. Kështu nga fjalët e të pandeurve nuk u mor vesh gjë. Mos fol se do të përfundojmë keq, mësohet të këtë thënë Sinanaj. Pas hetimeve të mëtejshme u arrestua edhe Gentian Klogjri për çështje verifikimesh. Të pandeurit u liruan pas 40 ditësh nga gjykata e shkallës së parë në Elbasan, por gjykata e Apelit në Durrës e kundërshtoi këtë mas. Apeli kërkoi kthimin në burg të Sinanajt, por tashmë ishte shumë vonë. 42 vjeçari nuk u gjet në banesë kur efektivet shkuan të arrestonin. Pas 2 vitesh, ai u arrit të arrestohej dhe sot ka marrë dënimin. Astrid Sinanaj njihet si kushëriri Julian Sinanajt, i cili mban nofkën Ujku i vetmuar. Julian Sinanaj është dënuar me 30 vite burg. Ai ka rrëfyer për grupin hetimor se ka ndërtuar bombën, e cila më pas u vendos në makinën e prefektit të Vlorës, Besnik Dervishi. Ka vrarë biznesmenin Agron Çela në Vlorë, peshkatarin Sokol Veizaj në Orikum. Ka vendosur tritolin në shtëpinë e Ardian Kollozit, deputeti PD, dhe do të vriste biznesmenin e gazit Piro Bare. Për bashkëpunim me drejtësinë, Sinanaj i shpëtoi burgimin të përjetshëm dhe u dënua me vetëm 30 vite burg.